Ish deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Ardian Kastrati, është larguar nga kjo forcë politike. Ai madje ka kritikuar të parin e PDK-s, Memli Krasniqin, i cili dje shkoi në një takim me kryeministrin në detyrë Albin Kurti për t'i dhënë zgjidhje krizës në kuvend. Sipas Kastratit, Krasniqi nuk e ka zorin që të bëhet argati i Kurtit e t'i bëjë atij favore që të duket si tip konstruktiv. I tërë opinioni publik, duke përfshirë simpatizantët e VV-s, po e shohin qartazi që bllokuesi është Albin Kurti dhe jo partitë opozitare, për shkak të kësaj loje së mirë përgatitur me Albulena Haxhiun, dhe çfarë zori keti tash me shkuj me ja bë argatin atij, me i bë favor që ai të duket kin se është një tip konstruktiv që po fton një lloj dialogu, u shpreh Kastrati. Më tutje, ish deputeti shtoi se Krasniqi u bë reabilituesi i Albin Kurtit. Kastrati ka treguar se pse ka vendosur ta braktisë Partinë Demokratike të Kosovës. Unë nuk jam futur në PDK për Memlin, as Abelardin, as për Vlorën, jam hyrë për Hashim Thaçin e Kadri Veselin, kam hyrë duke njohur Albin Kurtin, duke e parë që po rritet nga 2019-a, kam ndier obligim moral për me e zhvesh cullak Albin Kurtin dhe me tregu se sa i rrezikshëm është ai për Kosovën. Unë përfundova jashtë PDK-s, nuk është fundi i botës, jam shumë i privilegjuar që dola jashtë dhe nuk jam i rrethuar nga disa aty që shenjë dalluese kanë mediokritetin dhe disa prej tyre janë analfabet funksional, prandaj është në krizë PDK-ja, u shpreh Kastrati. Ai më tutje thot se nuk ka asnjë ndërmbetje me asnjë nga anëtarët e PDK-s. Ardian Kastrati ishte kandidat për deputet nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës në zgjedhjet e 9 shkurtit, mirëpo siç duket ai nuk i ka marrë votat e mjaftueshme për të marrë edhe një mandat në kuvend. E për këtë Kastrati ka shpërthyer ashpër me kritika ndaj kryetarit të partisë Memli Krasniqi dhe ata që i cilëson si banda e tij. Në një postim në rrjetin social Facebook, Kastrati tregon arsyeën se pse nuk ka marrë vota të mjaftueshme nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Miq, arsyeja që nuk jam votuar është sepse unë i kam dalur kundër Memli Krasniqit për koalicionin PDK vetvendosje. I kam thënë këtij Memlit pas takimit të tij me Kurtin që nëse bën koalicion me VV-n për interesat e Memlit, unë jo vetëm që do të kundërshtoj publikisht, por kudo që je ti, duke ngrënë darkat e tua të shtrenjta në Hotel Emerald, do të vi të gjuaj me ngjyrë në lule të ballit. Si pasojë të gjithë ushtarët e vasalët e Memlit, jam mobilizuar për të më bllokuar vota në për të gjitha strukturat e PDK-s, duke indikuar dhe duke devijuar votat e zemrës së PDK-s. Dhe jo vetëm, shkruaj në Facebook. Arsyeja pse nuk jam e votuar në këto zgjedhje është sepse i kam prishur matematikat për koalicionin Memli Krasniqit me Albin Kurtin dhe rrjedhimisht bandat e Memlit më kanë bllokuar votën. Përgjigjja ime në pyetjen e këtij portali të Drenasit në foton më poshtë është kjo. Në Drenas unë jam votuar më pak se disa kandidatë pa njohur të papunë, që pozitën e deputetit e shohin vetëm si një vend pune, me përjashtim të Ferhat Shallës dhe Fadil Demakut, sepse unë kam folur dhe kritikuar shumë Albin Kurtin për gjatë 4 viteve të fundit në kuvend dhe në media, po të mos e kisha kritikuar Kurtin me siguri do të isha votuar më shumë. Plot më keni shkruar me të drejtë se nuk ka mundësi të jetë ky rezultat real, pas gjithë atij aktiviteti në kuvend dhe nëpër media që unë kam bërë për 4 vite radhazi. Miqë, arsyeja që nuk jam votuar është sepse unë i kam dalur kundër Memli Krasniqit për koalicionin PDK-VV. Qëllimin e kam arritur. Ky Memli nuk guxon të bëjmë koalicion me Kurtin, për këtë jam shumë krenar. Ata që më njohin e dinë që unë ashtu kështu nuk e kam dashur mandatin e dytë, të kot. Dikush mund të thotë që PDK pas zgjedhjeve deklaroi se nuk duan koalicion me VV-n. Po vërtet thanë ashtu, por vetëm pasi Kurti fitoi 40% dhe i quajti Ajvana, nuk u la hapësirë për koalicion. Pra fillimisht ky Kurti e ftoi këtë Memli në takim para disa muajve bashkë me Mimozën e Radojqishit, e pastaj i quajti Ajvana, e gjunjëzoi e pastaj e paloi këtë Memlin. Kjo është arsyeja pse unë jam luftuar nga ky Memli dhe bandat e tij, sepse dora ime nuk do e votonte kurrë këtë koalicion. Ky është shpjegimi pse Kastrati, i teti më i votuari në zgjedhjet e kaluara, përfundoi 80 në këto zgjedhje. Dallimi im me Memlin është se unë dhe familja ime kemi kontratë ideologjike me PDK-n këtu e 3 dite, ndërsa Memli e dostat e tij, të Bon Vivandit, kanë vetëm kontrata afariste me PDK-n. Me Bedri Hamza ndolëm 22%, pa Bedrin e vetëm me Memlin do të dilnin 13%. Memli Krasniqi është kryetari më i dobët që PDK mund të ketë në 2000 vitet e ardhshme, se për të kaluarën as që bëhet fjalë. Miq, ika unë në skiim pak se po bie bor, e për më shumë detaje mbahemi në kontakt në ditën e vijim. PDK për jetë, shkruan Kastrati në rrjetin social Facebook.